Ledri Vula së fundmi është kthyer fuqishëm me disa deklarata të tij që kanë rroditur jo pak rrjetin. Së fundmi i ftuar në një emision, reperi ka komentuar për disa prej emrave të skenës muzikore shqiptare. Ledri Vula vlerësoi reperin Gjestin për stilin dhe energjinë që sjell në muzikë, duke lënë të hapur mundësinë për një bashkëpunim mes tyre, që nëse do të ndodhte, do të ishte një super hit. Kisha pasur dëshirë të shkoja në studio me të, vetëm të shoh si energji, deklaroi Ledri, ndërsa i pyetur për një bashkëpunim me Joz Markun, ai u përgjigj prerë duke thënë: "Jo, me Jozin jo." Kjo deklaratë e tij shkurtë e qartë ka nxitur reagime dhe diskutime në rrjetet sociale, duke konfirmuar se Ledri nuk e ka çuar poshtë sjelljen që Jozi pati ndaj Gjestit. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se si Joz Marku ashtu dhe Gjesti po punojnë fort për projektet e tyre muzikore këtë fillim vere. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.